Arbani absolut asnjëherë mos e hapi telefonin, por tu bazu në figurën e tina, tu bazu në autoritetin e tina, kam besu se të paktën nëse s'mund me ndihmu, nuk kam me i dëmtu njerëz. As rrogën, as kontributet, edhe shkaku i tyre më është refuzu leje qëndrimi. Qa ish ministri i Copalaço, një ish ministri që nuk menaxhon dot i kompani, domethënë me 10 vetë, e çon 2 herë në falimentim, merre me mend domethënë se si do ta çonte shtetin e Kosovës. Disa punëtorë nga Kosova e Shqipëria kanë hedhur akuza të rënda ndaj ish-ministrit të infrastrukturës Arban Abrashit. Arban Abrashi, i cili ka shërbyer në kryet e Ministrisë së Infrastrukturës për 9 muaj, po akuzohet për mashtrim dhe mos përmbushje të kontratës ndaj punëtorëve të punësuar në firmën Aris Transport AB, në të cilën Abrashi figuron si drejtor ekzekutiv. Sipas të dhenave të regjistrit në Suedi, kompania e transportit është hapur në vitin 2019. Por Abrashi dhe bashkëpunëtori i tij, Exon Kapuçi, në vitin 2023 kanë filluar të rekrutojnë shofer nga Kosova e Shqipëria për t'i dërguar në firmën e tyre në Suedi. Disa nga këta punëtorë që ka kontaktuar Gazeta Insideri kanë rrëfyer ekskluzivisht se janë mashtruar nga ish-ministri Arban Abrashi dhe ai ju ka mbetur bashkë disa rroga. Në pikë H është njëri nga punëtorët që Abrashi e ka marrë nga Kosova dhe e ka dërguar në Suedi për të punuar si shofer. Por, kur ka shkuar atje, ky punëtor është ballafaquar me gënjeshtra dallavere të vazhdueshme. Ai ka deklaruar se Arban Abrashi dhe Exon Kapuçi i kanë mbetur borxh rreth 6.000 euro dhe tani nuk po i përgjigjen në telefon. Për rrogë pritën pak, ishin mesazhet e fundit që Arban Abrashi i kishte shkëmbyer me këtë shofer. Unë kom qenë punëtor tek firma transportuese e Arban Abrashit me gjithë baxhanakun e tij në Exon Kapuçin në Malmo dhe me thonë realitetin e vërteta që kam shku me punue te këta ka qenë autoriteti i Arban Abrashit tu besu se me një njeri tillë, një ish-ministër, një intelektual, nuk do kemi probleme siç zakonisht ju ndodhin shqiptarëve që shkojnë me punu në shtetet e huaja. Dhe i thash se faktikisht nuk jam interesuar me punu, por se arsyeja nuk ju besoj shumë shqiptarëve sepse maltretojnë shumë njerëzit që i morin nga Kosova. Mirë, po kur biseduam me Arbanin, e krijova atë përshtypje, atë bindje se si një intelektual, si një ish-ministër, si një njeri i njoftën publik në Kosovë dhe jashtë Kosovës, mendova se nuk do kemi problem me ta dhe vendosa me shku. Po në fakt u zhgënjeva edhe më shumë se tek tjerë që janë ndoshta edhe pa emën edhe pa autoritet. Cilat ishin premtimet që ju tha zotëri Abrashi në takim? Premtimet disa prej tyre që i cekëm ishin se do punosh jo më shumë se 10 orë, do kthehesh çdo natë në shtëpi në banesën tonë, kushtet do jenë shumë të favorshme, rrogat do të jenë shumë të mira, edhe në fakt do i paguaj gjitha kontributet që i kërkon shteti suedez për punëtorët që shkojnë përmes zyrës e migracionit dhe të punës. Pastaj filluat punën, u shpërngullet në Suedi? Po, fillum punën, shkova unë në Suedi, ditën e 4. Më kërku një favor për një periudhë shumë të shkurt, të vazhdosh punën, por s'mujsha mu kthy mbrëmje në shtëpi, u detyrova patjetër me flejnë kamion, rrugëve. I kërkova disa herë për me ndrru mundësinë që të kthehem çdo natë në shtëpi, premtimet ishin po, dhe në fund mbeti gjithmonë jo. Kur fillon problemet me rrogat edhe mos, si me thonë, përgjigja në ato premtime që ti ka dhënë në fillim? Problemet filluan që muajin e parë. Domthonë unë shkova me 23 qershor, fillova punën, deri me datën 31 qershor,
faktikisht nuk mi pagujti lekt. Unë e kontaktova ndërkohë në telefon dhe më tha si ti qesë rrugën në vazhdim, bashkë. Edhe aty s'mi qiti. Pas taj problemet fillun të thuj se që nga fillimi. Çdo herë, si pas marrëveshjes, në Suedi paguan pagat në datë 25 çdo muaj, sepse janë ato obligime që duhet kryen pastaj të shpenzime tjera me njerë me datën 26, problemet fillun, ai asnjëherë rrugën se paguaj ke me datën 25, vazhdoi njerë 5 ditë, njerë 10 ditë, njerë 15 ditë me vonesë, kështu që nga fillimi, problemet për mos me dalë rrugën, fillun të prilli 2024. Unë kisha probleme teknike me kamionin që vozitsha, kisha në vazhdimsi probleme, po gjenin një arsyetim, jo dhe rregullojmë këtë javë, dhe rregullojmë atë javë, ndronin kamionat, mershin një muj një kamion, një muj një tjetër, po herën e fundit ku është problemi dhe mund që shkaktu, më premtuan se mbrana javës do sillen një kamion tjetër. Dhe ti prit pushon shpe, derisa të gjejmë kamionin. Unë prita, vazhdoja e pritja ime 4 muj ditë, gjitha shpenzimet do shkemi pagu vetë, ndërsa ata as punë, as rrogë. Kur në momenti për i kërku rrogën, tha jo s'ke punu edhe s'ke rrogë. Përfundimi erdhi faktikisht në heshtje. Unë punova deri me datë 28 prill 2024, ata më thanë prit ndërkohë se gjejmë një kamion tjetër dhe vazhdon punën, unë prit edhe 4 muaj tjerë dhe gjithmonë përgjigja ishte zero. Arbani se hapte telefonin, Exonin e thirrja në telefon, Exoni thoshte ja këtë javë, ja javën tjetër, edhe vazhdoi 4 muaj ditë, kur gjë përgjigja, dikur fillun edhe mos me hap telefonin. Arbani absolut asnjëherë mos e hapi telefonin. Suedi e kom adresu tek sindikata e shoferëve suedez, sepse kum qenë antari asoj sindikate. I kemi ftu disa herë në takime, nuk kanë ardhur, me një moment kur unë nuk isha prezent, ata kanë shku dytë, edhe Exoni edhe Arbani, për këta kemi edhe fakte, janë deklaru se do i kompenzojmë atë kërkesa që ju ka parashtru sindikata dhe kanë dhonë edhe një premtim, edhe kanë firmuar edhe një dokument. Qa përmban dokumenti, qa kanë pranu? Dokumenti përmban thotë se ne doja kompenzojmë rrogat, doja qesin për muajin janar 22.000 kruna, për muajin shkurt 22.400 kruna dikon atë prafërsisht, dhe për muajin e mars dikon 22.000 kruna. Dëmë thonë e kam pranu, e kanë firmos, për 3 rroga. Po, edhe prapë si kanë qitë. A mundesh më na përmbledh dhe çfarë shumet ka me të bërë ty ish ministri Arban Abrashi? Pa borgji total si e ka parashkruar sindikata e transportit suedez, domthonë dikun janë të 6.500 euro. Parafërsisht rreth 6.500 euro. Gazmend Blida nga Elbasani është një tjetër punëtor që akuzon Abrashin që nuk ka respektuar kontratën e punës dhe ka bërë shkëputje të njëanshme. Kam qenë domethënë kështu në punë me kontratë për e hershme, pastaj domethënë ma kanë ndryshuar kontratën në mënyrë të njëanshme. Kur kam kërkuar domethënë sqarime bisedim me të, nuk më ka hap asnjëherë telefonin, nuk ka bisedu domethënë nuk ka dash domethënë të japi sqarim. Punuar tek ai domethënë diku rreth 1 vit. Dhe normalisht 6 muaj kam punuar, 6 muaj të tjerë domethënë jam vrarë dhe kam qenë me raport. Po për këto 6 muaj mund të takonin domethënë pushimet. Ndërkohë që ai domethënë nuk mi ka paguar këto pushime. Dhe kur kam kërkuar domethënë sqarim nuk më është përgjigj, domethënë as ai as bashkëpunëtori i tij që ka qenë një baxhanaku i tij, domethënë një që quhet Exon. Këto njerëz duhet kuptojnë që njerëzit nuk mund të trajtohen domethënë si kafsh, si plaçk, edhe duke mbyll telefonin domethënë edhe mos me ju përgjigj domethënë fare. Se çai ish ministri Izo Palacio, po nëse. Prandaj ka shku Kosova dhe u ka shku se ka pas këto ministrash. Edhe normalisht një ish ministër që nuk menaxhon dot i kompani domethënë me 10 vet, e çon 2 herë në falimentim, merre me mend domethënë se si do ta çonte shtetin e Kosovës ky njeri. Gazeta Insideri ka kontaktuar dhe ish ministrin Arban Abrashi, si dhe bashkëpunëtorin e tij, Exon Kapushin, por asnjëri nuk ka dhënë përgjigje lidhur me akuzat drejtuar atyre.
Insajderi do të sjellë vazhdim edhe rrethimin e punëtorëve të tjerë që ish ministri Arbana Brashi nuk i ka paguar.